Athina zyrtare ka kërkuar ndërhyrjen e koordinatorit special të Komisionit Evropian Martin Fervej tek Ankaraja në mënyrë që Turqia të frenojë fluksin e refugjatëve që po rritet në orët e fundit pavarësisht se prej mesnatës të së dielës ka hyrë në fuqi marrëveshja Bashkimi Evropian Turqi. Në një takim me Komisionerin Evropian për Emigracionin, kryeministri grek ka pranuar se suksesi i marrëveshjes varet nga puna e organeve greke, nga mbërritja e asistencës teknike nga Bashkimi Evropian, si dhe nga presioni i BE-s ndaj Ankaras. Ne kemi përpara një përpjet të madhe për shkak se zbatimi i marrëveshjes nuk do të jetë një çështje e lehtë. Unë mendoj se shmangëm më të keqen dhe nëse nuk do të kishim një marrëveshje bashkëpunimi me Turqinë, do të kishim gjetur veten përballë një dominoje me veprime të njanshme. Flukset nuk mund të reduktohen brenda natës. Marrëveshja është vënë në fuqi dhe të gjitha palët kanë marrë përsipër përgjegjësitë e veta. Do të gjykohet në veprim. Ndërkohë sipas zëdhënëses së Komisionit Evropian, Greqisë do t'i duhen 4.000 nënpunës, prej të cilëve 1.500 grek dhe 2.500 nga vendet e tjera të BE-s, për të ndihmuar në gjithë procedurat e regjistrimit dhe kthimit të atyre refugjatëve apo emigrantëve që kanë hyrë pas datës 20 mars. Gjithashtu edhe Agjencia për Kufit Frontex ka kërkuar 1.500 policë dhe 50 specialistë, ndërsa sipas marrëveshjes, edhe në ishullin e Lesbos kanë mbërritur zyrtar turq që do të ndihmojnë në kthimin e emigrantëve në Turqi. Për Top Channel, Selanik Aleksandër Marku.